Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Të nderuar dëgjues, ju lajmërohemi drejt për drejt nga Shkupi, nga studia Audionurit për radiopendimin. Jeni me mua Nejmedin Kalicin dhe jemi në emisionin Sfida, pra që mbahet çdo të shtu nga ora 18 deri në ora 20. Pra, si që kemi mësuar me ne mysafir në studio, është Hoxha Beker Halimi, të cilët i urojmë mirëseardhje, Hoxha, mirë se vjen këtë emision. Mirë se vjen, fillimisht të falenderojmë Allahun e Madhërisëm, me të gjitha lavdat dhe falëndrimet që i meriton madhëria e tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut Dhul Xhelali, i cili është një parivall dhe pa ortak. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa taala e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fesnik dhe të sinqertë, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mirë se u gjejmë në këtë konak. Allahu e boft një dritare të dobishme për besimtarët anë mban botës që gjenden, të cilët i përcjellin këto emisione nëpërmes valëve të internetit, faktikisht radiopendimit. Verusim Allahu Dhul Xhelal të gjitha kontributet dhe angazhimet që i bëjmë nëpërmes kësaj radio dhe këtij emisioni të dobishme, të frytëdhënëse, të shërbejnë si udhërrëfyes për besimtarët në jetën e tyre, dhe të fitojmë me këto veprime kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Si temë sonte që kemi vendosur ta kemi në emisionin Sfida është interesi personal apo shoqëror. Në vijat përgjithshme personaliteti pasqyron një grup karakteristik, sjelljesh, qëndrimesh, interesash, motivesh dhe ndjenjash në lidhje me botën. Shpesh herë njeriu udhëhiqet nga këto karakteristika, secila më e fuqishme se tjetra. Pra, sot do të flasim mbi interesin apo interesat si sfidë për të mbajtur balancin në jetë, nga se interesi ynë personal e subjektiv mund të na prish peshorën e drejtësisë. Kur flasim për interesin, nuk i kemi fjalën për interesin apo kamatën e bankave, po bëhet fjalë për një karakteristikë e cila shpesh herë din na i prish disa punë të cilat i bëjmë në komunikim përgjithshëm me njerëzit. Fillimisht ta paramendojmë një botë e cila nuk udhëhiqet nga interesat tona personale. Fillimisht, shikoni, është interesant se Allahu fuqiplot ka kriju tek njeriu nevoja dhe pasionet të cilat luajnë rolin e motorit për ta shtyr në jetë. Po mos ishin interesat dhe pasionet, ai do të ishte i palëvizshëm. Dhe deri këtu nuk është problem. Problemi është kur krijohet disbalans mes interesit personal dhe atij kolektiv. Dhe kur njeriu domethënë e prish atë balancin, atëherë bëhet problematik. Se për shembull, Allahu subhanahu wa taala kur ka krijuar njeriu, ka krijuar tek ai nevojën për ushqim. Dhe kjo është interes në jetën e tij. Dhe ai punon, vepron dhe për të siguruar vetes ushqim. Ka krijuar ai pasion për pasuri. Edhe kjo e shtyn atë me punue, me u angazhue, me mendue, me planifiku, me bashkëpunu për marrëdhjet e pasuria. Ka krijuar ai pasionin për pushtet. Dhe ai punon, vepron, lodhat, angazhohet, edhe këtë kemi qartë kohën e fundit, gjithë na shohim se sa lodhen njerëzit domethënë për me ardhjet e pushtetit. Dhe pastaj sa luftojnë për mos me lënë pushtetin, sepse kur ta lënë pushtetin ata mendojnë se vdesin, realisht nuk është ashtu. Dhe këto interesa që ka krijuar Allahu Dhul Xhelal në krijimin e njeriu si nevoja fiziologjike të tija, ato janë shtytësit kryesor për ai të vepru, për ai të jetu. Edhe për qenë i dobishëm edhe konstruktiv në jetë. Dhe këtë konfirmojnë argumentet e shumta domosdoshmë kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe jo rastësisht për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e don përtacin dembelin dhe pëlqen domosdoshmë punëtorin, madje edhe lavdron atë në shumë argumente fetare. Dhe kërkon na mëson ne të kërkojmë se të Allahu nga përtesa sepse është domosdoshmë një shoqërues i keq i njeriu. Por problemi është kur njerëzit do të bëhen egoist, edhe ata për interesat e tyre personale të janë gatshëm të shkelin çdo gjë që kanë për rreth. Jo interesin kolektiv, po edhe individin si individ, që e kupton në momentet caktuar si konkurrencë të vetëm.
Edhe atëherë kur të prishet ky balans mes asaj që është interes i përgjithshëm dhe asaj që është interes individual, atëherë faktikisht fillon domosdoshmë shoqëria të prishet. Edhe normalisht pastaj vijnë pushtet tiranët, të cilët japin përparësi interesit të vet personal para interesit të popullit. Edhe pse realisht i pari një popullit vjen si shërbetori asaj shoqërie dhe atij popullit. Edhe ai lodhet, raskapitet për ta shërbi popullin dhe për ta udhëhequr atë që në një jetesë më të mirë ose një mirëqenie më të mirë se sa të kalumen. Dhe kjo është përmendur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë se do të ketë prijes që do të japin përparësi vetvetes para tjerëve, para popullit. Dhe ai pozicion nuk është i lavdruar, domethënë për atë besimtar, dhe është i dëmshëm për te, po është i dëmshëm për shoqërinë. Se do të krijon domethënë antagonizëm pastaj mes tij dhe shoqërisë. Dëshirat do të jenë të ndryshme. Ai do të tenton ta shfrytëzon maksimalisht popullin do të mundohet maksimalisht të lirohet nga do thotë kthetra ose domethënë zullumi që i bën. Kjo do të konflikt brenda shoqërisë dhe konflikti me shoqërisë do ta humb bereqetin dhe angazhimin për kriju mirëqenie në atë shoqëri. Dhe për këtë shkak neve fetarisht kemi të gjitha segmentet kemi obligime ndaj vetes dhe obligime ndaj Zotit dhe obligime ndaj shoqërisë. Madje nëse një njeri në shenjtë të devotshmërisë mundohet të përkushtohet vetëm xhamisë, këtë e qorton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allahu bu xhelal. Për shembull, është një ajet shumë interesant që mëson besimtarin të krijon këtë lloj balansi. Wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Ma atet ka dhënë Allahu synoj ahiretin, por mos e harro hisën tonë në dynja. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk, dhe bën mirë ashtu si Allahu ka bën mirë ndaj teje. Do të mënyrë të nxjerr nga ajo interesi personal, po krijo balans mes tashmes edhe të ardhmes, po gjithashtu krijo balans mes asaj që ka dhënë Allahu dhe asaj që ti ke obligim me apo ose me dhon njerëzve. Kurse në anën tjetër, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet njerit prej shokëve të ngushtë të tij, i cili ishte i dalluar në adhurimet të natës dhe të agjerimit të ditës, i thot atij inna li rabbika alayka haqqun, ke obligime ndaj Zotit, ke obligime ndaj vetes, ke obligime ndaj familjes së ngushtë, gruas dhe fëmijëve, ke obligime ndaj mysafirëve që të vinë, andaj jepja hakun të gjithëve, ose krij obligime ndaj të gjithëve, je besimtar i mirëfill. Dhe kjo është porosia e Islamit që neve na mëson po të kujdesemi për veten tonë, kujdesemi për familjen tonë, po gjithashtu të kryejmë obligimet edhe ndaj rrethit. Për shembull te puna e pasurisë. Ti nuk ka kufizim sa mund të jesh i pasur fetarisht. Mund të kesh miliarda, mund të kesh trilione, fetarisht nuk ka kurrë kufizimi. Mirë po ta ka caktuar një obligim. Ai obligim është të japësh 2.5% zakat, edhe këtë ke patjetër. Me këtë obligim të faktikisht ndan një pjesë nga interesi personal pasurisë për interesin kolektiv. Domthonë e shërben në ato 8 kategori që përmend domthonë ajeti kuranor ku ndahet zakati. Po ti të bën ti domthonë i dobishëm për rrethin ku ti jeton, duke mos ta cenu pasurinë private ose për shembull interesin privat për të qenë i pasur. Edhe kjo është shumë interesant, 2.5% pasuri vallamense është irrelevante, domthonë nëse kalkulohet në gjuhën e sotit, ato janë harxime domthonë tarciale që i bën secili njeri i pasur, në gjëra domthonë shumë teknike, ndoshta domthonë punë higjienike të shtëpisë së vet, apo. Më pak se sa benzina që harxon. Benzina benzina është për ata, punë ndoshta shumë tarciale që nuk i kalkulon ato. Mirë, po Allah ka bërë obligim. Pse? Për mos me kuptuar si barë ose si ngarkesë, po në anën tjetër mos me lënë atë të haron domethënë rrethin. Po normalisht në anën tjetër pastaj ka inkurajuar që ai të jep sadaka lëmosh, që është thjesht deri këtu është ai niveli që Allahu detyrimisht e krijon balancin. Që s'lejon njerëzit ta kalojnë këtë kufi, sepse po u kalu këtë kufi prishet tërësisht balanci edhe pson shoqëria. Pastaj ka krijuar një mekanizëm të dytë, e kalon në bazë vullnetare, që të shtohet ky balans dhe më do të jetë në favor të shoqërisë, duke u privu njëri nga interesat personale në favor të interesave kolektive, lëmoshe, sadakaja. Ande sadaka s'ka kufizim. A jep për shembull apton gjithë pasurinë, e gjysmën, e 1/4, apo 1/5, apo 1/10. Edhe kjo domodin është ajo që e motivon besimtarin për momente të caktuara, momente kritike, kur
domethënë për shembull varfëria dominon ose lufta dominon ose fatkeqësitë ndryshme që dominojnë, atëherë ai të jetë i gatshëm me dhënë shumë prej pasurisë për të krijuar balancin. Sepse ata që kanë vujt janë shumë më shumë se që ti ke nevojë për atë pasuri e cila trin anashën. Edhe në këtë formë e mbron shoqërinë. Fatkeqësisht tek individi, domethënë shpesh në mungesë të lidhjes me Allahun dhe në zhytje në momentin aktual, në cilin ai gjendet dhe jeton, pastaj lakmia për grumbullim të pasurisë, mos ngopja me pasurinë që e ka, do të ai bëhet egoist, edhe vetjak, edhe ai nuk din për asgjë. Edhe këtyre njerëzve Allahu xhelal u gjithashtu u jep në të kërcënime, për shembull për kërcënimeve që janë shumë me rëndësi të përmenden në këtë rast, thot Allahu i madhërisëm, wa amma man tagha, ai që i kalon gjitha kufit normale. Tagut i thot edhe tiranit, pushtetarit zullumqar, i cili të gjitha kufit e normalës edhe të balansuarës i ka këtë i kalu, wa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya, dhe je përpasi jetës së kësaj bote, kuptimin interesit të tij në jetën e kësaj bote. Edhe ai domon për intereset e veta personale në këtë botë është i gatshëm të gjithë me i shkel. Wa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa, le të din ai njeri se xhehenemi është vendbanimi i tij. Kjo është kërcënim direkt për se ai i cili për interesin e tij personal do të u bë tiran, u bë zullumçar, ka lë këtë kufit dhe nuk njeh askën, atë xhehenemin e ka. Kjo është në ahiret, por gjithashtu normalisht argumentet e shumta fetare dhe praktike tregojnë se të gjithë ata që në bazë të lakmis për interesin personal i kanë shkel kufit dhe i kanë shkel të gjitha drejtat e njerëzve tjerë, e kanë shpreh tiraninë dhe zullumin e tyre, kanë pas fundin e poshtruar ata, sepse argumentet fetare për këtë më shumë, inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah, zullumi padrejësia është errësimi në gjykimit, pas të gjithashtu domethënë se fundi i atyre që bëjnë zullum është nënshmues e ofendues për ta. Pra, shumë argumente në shumë lëmi do të Allahu subhanahu wa taala mundohet që besimtarin të largon nga lakmia për këtë botë, edhe të bën të kënaqur me atë që e ka, sikur se ka në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, izet fi ma aidi an-nas yuhibbuka an-nas, tregu askat ndaj asoj që e kanë njerëzit në dorë pasurinë, të duan njerëzit. Do thotë pastaj hadithet tjera ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se njeriu është lakmues, po të kishte njeriu një lugin me ari do ta shpëtonte të dytën, po të kishte dy ta shpëtonte të tretën, e nuk i ngopet goja përveç se kur të futet në dhë, ti mbushet me dhë. Edhe kjo tregon se ti nëse nuk e kurdiz vetën të kesh balans mes interesit personale dhe asaj që ke obligim ndaj rrethit ku ti jeton, ti atë do të fillosh të shtrembosh udhimin tan ka egoizmi ose vetjaksia jote, strikt interesi personal, duke mos ndih për të tjerët, edhe atë fundi jot lere që do të jesh i vetmuar në jetën shoqërore, plus do të kesh domethënë vetmin edhe në varr, të kesh i vetmuar edhe ditën kur dalesh para Allahut xhelal. Për dallim për atë që është human, për atë që është filantrop, për atë që është domethënë bamirës. Ai do thotë edhe pse ndoshta për vete shumë herë kalon veten mangut, mirë po gjithë rrethi e lavdërojnë edhe jeton i lumtur me këtë ndihmë që avon tjerëve, po edhe përmendet për të mirë dhe pasvdekjes së tij. Për shembull, ne kemi shembull më të mirë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi më i dashur te Allahu, i dërguari i fundit, edhe njeriu që do të mbari historia përmend 1500 vite përmendet domethënë edhe vazhdimisht përmendet në konotacion pozitiv, po flas për njerëzve të mençur, për shtetërorëve të mençur, filozofët të mençur, muslimanë qofshin dhe jo muslimanë ata. Çka ndodh, ai nuk ishte prej atyre që lakmonin pasurinë. Ishte kryetari i shtetit, mirë po ishte i varfër. Edhe andaj thot Aisha radhiyallahu anha, gruaja e tij thot, kalonte një muaj edhe tjetri e në shtëpinë tonë nuk vizej zjarmi. E i thonin me çka jetonin me hurma dhe me ujë. Do të kjo është maksimumi i jetës askete që e bonte. Pa i anashkalu ditërat e veta si pushtetar në kohën e tij. Edhe kjo ishte shembulli më i mirë i asaj që ai nuk lakmoi pasurinë. Edhe nuk e shfryzoi pushtetin për të grumbulluar pasurinë, por e kuptoi si detyrë dhe obligim për ta shërbyer shoqërinë. Edhe na do ta kemi domosdoshmë si shembull, e pastaj normalisht Allahu e ngriti, edhe emri i tij përmendet, shekoj më radhë do të përmendet derisa do të ketë njerëz në fytyrën e tokës. Dhe kështu ndodh edhe me neve sot, nëse na dëshirojmë që të lëmë dhe gjurmë të mira në jetën tonë, atëherë duhet bëjmë balansin mes interesave tona personale dhe atyre kolektive, duke kryer obligime ndaj të gjithë, domosdoshmë dimensioneve që kemi ndaj krijuesit ton, ndaj vetes son, po edhe ndaj rrethit në cilin na jetojmë. Për shembull, gjithashtu për elementeve që krijon këtë balansin është ndarja e pasurisë te fëmijët, për shembull, shpronja jote. Por kur të vdek për shembull baba,
Islami ka kriju një formul matematikore se si ndahet pasuria që e lën baban të shëgim. Sa e merr djali, sa e merr vajza, sa e merr gruaja, e kështu me radhë. Bilim edhe këtë rast kur baba, për shembull, don me avancu një djalë, mashtrë të tjetrin, edhe këtu e pengon feja islame. I thotë jo, duhesh me qenë i drejtë me fëmijët e tu. S'guxon ti më nda sipas dëshirës tonë, por duhesh ta përdorish formulën e cila i barazon të gjithë para. Edhe pse është pasuria jote, për shembull, ti mund të lësh në testament 1/3 që është maksimumi, por jo të gjithë pasurinë me lënë testament edhe me lënë fëmijët e varfër. Edhe në raport familjar do të krijon Allahu xhelal me rregulla dispozita veta një baraspesh që domthon pas vdekjes së babas mos bëhet shkak vdekja e babas dhe pasojë që kalon prapa ti shkak për zënka mes vëllezërve hidrime, ndoshta edhe vrasja ose vllavrasja, po thjesht formula e Islamit të ndihmon që edhe pse vdes baba të gjithë me qenë të barabartë në hisën e tyre që e marrin domethënë nga prindi që ka vdekur. Këto janë elemente që të tregojnë domosdoshmë se si feja islame mundohet të balaspeshon këto gjëra dhe që të tualeton njerëzve jetën e balancuar në këtë dynjë. As po duket pak utopike kjo. Nuk është utopike sepse na po e shohim. Se realiteti sot është krejt ndryshe nga Pse realiteti është sot i zymt dhe është shumë i keq, kjo nuk do të thonë se ideali është utopike. Pasi që ka ekziston në forma më të zbehta sot dhe ka mundësi me ekziston të ardhmen. Pse njerëzit janë materializuar skajshmërisht dhe ata nuk dojnë me një asgjë përveç se vetvetes, kjo është shtin me mendu sikurse edhe the se mund të jetë utopimi, po jo. Shembujt e shumë të kaluarën dhe sot, shumë na kemi shembullin jo më larg vitin e kaluar, domethënë ne kishme një miliarder në Arabinë Saudite i cili domethënë nuk e di sa miliard e shkruajtur në atëherë edhe në Facebook i la testament domethënë për punë humanitare. Do të kemi në rast, ala që njerëzit edhe pse miliarde në pyetje janë gatshëm me dhonë, domethënë me lënë ata si fondacion për të shërbyer domethënë shoqërinë. Që pasi ka raste do mund të tregoj se nuk është e pamundshme, është e mundshme, po ajo që kemi nevojë na është këtë nefsin ton ta stërvisim, domethënë shiko si është interesante ajo puna. Te puna e ushqimit ta marrë si shembull. Ti ndesh hangre, do thotë si më thon gjell pa mish, desh hangre gjell me mish, desh hangre 200 gram mish, desh hangre 500 gram mish, ti ungope. Mirë po, lakmia është ajo që ti kine, për shembull, e shtron para vetës 1 kg, 2 kg mish, edhe në fund mbetet mish i pangram. Do, ai që themi na syri i und. Edhe po edukojmë na në jetë modeste, nuk tham askete, sepse ajo është për neve domosdoshmë, ajo mund të jetë utopi për momentin, por jetë modeste, ku do të privojmë vetëm për shumë lukseve të tepruara, atëherë do të jetë shumë normale që secila familje me një rrogë mesatare do të ndihmon familje të tjera. Edhe kjo është sharrimi i asaj që ndodh sot si problem në Kosovë, ndërkohë bakisja e Kosovës edhe ikja për perëndim. Jo që s'ka ata parat mjaftueshëm për ta kaluar muajin. Mi thjesht ëndra e tyre utopike për të krijuar një jetë ekstreme të mirëqenies, ata janë vendosur të ballafaqen me lloj rreziqesh gjatë udhëtimit për të dalë perëndim, duke e ditë se edhe në perëndim do thotë me rrogën që e marrin e përfundojnë vitin me minus. Kuptimin domodin me borx. Kështu që po, e kanë jetën më komode se të namir, po përsi përfundojnë me minus, nuk u mbetet diçka tepër, do të që mund ta kursejnë edhe mund të bëjmë me atë diçka tepër. Po tishim na, siç na mëson neve, domethën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të kemi mjaftueshmëri me atë që e kemi, dhe kjo është një porosi shumë e madhe edhe shumë ndihmuese kur të mjaftohemi me atë që e kemi. Atë ti edhe mbreti i dunjas janë të barabartë. Se ti je i kënaqur me atë që ke, ndoshta ai s'është i kënaqur me atë që ka, bile ti je më i favor se sa që është ai. Edhe them edhe një përkthem asaj dilemas që parashohen, nëse kemi na shembuj të këtilla, ato janë shumë, ato që nuk është utopike, por ka nevojë për stërvitje dhe edukim të egos ton, të nefsit ton, që themi na, të shpirtit ton. Pasi që shpirti jon, siç e sqarojnë dietarët musliman në aspektin domodin pedagogjik, është i ngjan një kali të egër. Kali i egër është i fuqishëm, por është shkatrues. Nëse ti nuk merr ta shalosh dal nga dal, edhe ta zbusish, ai do të i padobishëm, madje do të jetë i dëmshëm. Kur të fillon ti me zbut dal nga dal, atë forcë, atë energji që e kishte kali për të bërë dëm, e merr dhe e shfrytëzon për të bërë dobi. Edhe kështu është puna e egos edhe nefsit ton. Nëse na e stërvisim atë
që të jetë human, që të jetë dashamir, që të jetë ti don të mirat, u adon njerëzve të mirën, tu ndihmon njerëzve, tu gjendet njerëzve në hallet e tyre, në telashet e tyre, të mjaftohet me atë që e ka, të mundohet vazhdimisht të gëzohet asaj që e ka, atëherë ai njeri padyshim do të jetë edhe në varfërinë e tij do të jetë më i dobishëm. Zaten edhe është dëshmuar në shumë raste që njerëzit që nuk janë shumë të pasur, japin shumë më shumë se ata që janë shumë ekstra të pasur. E kjo për çka i vjen për edukimin. Domthonë ai është edukuese, pasurinë që e ka, i mjafton ajo që e ka, është i kënaqur me atë që e ka, e gëzon shfrytëzimi asaj që e ka dhe e gëzon gjithashtu edhe shumë më shumë shërbimi i tjerë me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë kjo nuk është utopike, por është shumë reale dhe e shohim në raste të ndryshme në shoqëritë dhe në familjet tona. Të shembulli pasurisë që s'e përmendë, që dikush pas ka dhënë një shumë të madhe para, shpesh njerëz din thonë që do thonë i kishëm dhënë se kishëm pas çast pasurie. Shikoni, do të rregoj një rregull në jetë. Ai që kur i ka 100 euro, s'është i gatshëm me dhënë 10 euro, edhe kur i bën 100 milion euro, s'është i gatshëm me dhënë 1 milion euro. Njëta logjikë është. Dhe pas, sa më shumë që kanë, aq më shumë do në pas. Dhe për këtë shkak, argumenti atyre nuk qëndron. Përkundërzi ata, domethënë nëse kur i kanë 100 euro, bën kopras dhe nuk mund t'i japin 10 euro, kur të kenë më shumë do të bëhen edhe më kopras. Ata nuk do të mund t'i japin as 10 euro që ishte i gatshëm nëse t'i jap kur i kanë 100 euro. Dhe për këtë shkak ne gjithë i lidhim këtë punë me zemrën. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo rastisht thotë lejse al-ghina kathratul ard, nuk është pasuri të kesh shumë pasuri. Inema të kesh mall shumë. Sasi parash ose sasi mallrash. Inema al-ghina al-qalb, por pasuri është të kesh zemrën e pasur. Andaj nuk jep njeriu domethënë pse ka pasuri në depot e tija, po jep pse e ka të pasur zemrën. Edhe kjo vërtetot vazhdimisht me atë shembull që përmenda pak më herët, se na gjejmë zakonisht në aksione të ndryshme, njerëzit mesatar japin shumë më shumë se ata që janë shumë të pasur. Edhe kjo tregon se ai është bind, se elhamdulillah Allahu me këtë që e kanë, është minjoz dhe Allahut, edhe din se Allahu ja kompenzon edhe atë që e jep, edhe ai jep pa kur një farë kalkulimi edhe analizë. Pra që unë mendoj se kjo është më tepër vetëm ashtu sa që është realitet, se ai që sjep kur i ka 100 euro, 10 euro, se njep as kur i bën 100 milion euro, 1 milion euro. Tregova për atë se si Islami e sheh këtë karakteristikë. Po nëse ne jemi të goditur për këtë karakteristikë apo veçantie të shpirtit tonë, a duhet të shqetësohemi apo të shkan rreth? Jo, është për të shqetësuar. Domethënë sepse është e para është kundërshtim me objektivat e pedagogjisë islame, se pedagogjia islame synon që ta bën njeriu të ndihet i mjaftueshëm me atë që ka. Pastaj tu mirë po jo ta bën qëllimin kryesor. Andaj për lutjeve që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është wala tajal ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, mos e bën dynjan shqetësimin ton kryesor edhe qëllimin final në jetën tonë. Andaj për shembull se dikush karriera e tij, arritja në pasuri është qëllimi i vetëm në jetën e tij, dhe ai për të është i gatshëm të mund çmas, atë është njëri pakurizor. Edhe fatkeqësisht këtu ndodh, për shembull sa djem të ri për interes të karrierës së tij personale, është i gatshëm të shkel parimet e tij morale, parimet e tij fetare. Për shembull sot na kemi raste të shumta ku njerëz për shkak pozitave që i kanë, domethënë institucionet ku punojnë ata, nuk e kanë guximin ta ngrisin zërin kundër padrejësive që i bën ai pushtet ku ai punon. Ose kundrejt për shembull thirrësve musliman për shkak se nëse ai e ngrit zërin do të identifikohet me ta, nëse identifikohet me ta i rrezikohet avancimi në karrierën e tij. Ose për shembull ideja e djallëzore që u vjen njerëzve se për shembull te gjinia femërore për shkak se unë kam shami, kjo më pengon në avancimin e karrierës time dhe unë fillon të hamendet a thua të heqë shamin për të avancuar në karrierë. Këtë të tregon se tek njeriu interesat e tij momentale, interesat e tij personale, interesat e tij materiale, interesat e tij karrieriste e kundërshtojnë ose ja shembin parimet morale, këtë rast parimet fetare. Edhe ai njeriu mund të arrijë karrierën, mirë, nuk do të bësh për askën, as për veten e vet në fund. Ai njeriu nuk do të i respekton nga rrethi i tij. Sepse ai që i thën parimet morale të vetat, parimet fetare, do atë s'ka më respektu askush.
Ai njeriu do të jetë pakurizor, dhe ai njeriu do të pushteti ose institucioni që ka me shfryzue, duke e mashtruar me avancime, në fund ka me praktikë edhe ka me lënë lloç. Kurse ai që është i gatshëm me fliu për parimet e tija fetare, për parimet e tija morale, edhe karrierën e vet, edhe pasurinë e vet, edhe famën e vet, ai njeriu ka më ngrit në dynjë para se më ngrit Allahu subhanahu, para se më ngrit në ahiret Allahu subhanahu taala. Edhe kjo është ligj dhe na jemi dëshmitar të shumë njerëzve dhe rasteve ku njerëzit e kanë shit shoqërinë edhe rrethin për të avancuar vet, ai në fund ka me të lloj shoqënia të janë ngrit. Edhe nëse njeriu do të sakrifikon për idealet e tija kolektive, për interesat e tij kolektive, edhe se ndoshta kjo e lën mangut për shembull shkollimin e tij ose lën mangut në karrierën e tij ose lën mangut në gjendjen ekonomike të tij, dhe kështu ndodh. Zakonisht patriotat tonë, ato që më shumë i kanë sakrifikuar për çështjet tona, kanë me të marginalizuar. Ama kjo patriotin e vërtet, idealistin e vërtet nuk e zhgënjen, as nuk e hamend, as nuk e zmbraps nga ideal, nga lufta për idealin e vet. Kjo e bën edhe më të çelikosën, e bën edhe më të vendosur, se fundi fundit ai ka luftuar për idealin dhe qëllimi fisnik, nuk ka luftuar që të materializohet ai qëllim. Edhe ati që i materializohet zakonisht çka ndodh, për shembull, kjo është ajo pjesë interesante. Na jemi dëshmitar kësaj që po ndodh. Na kemi njerëz që kanë marrë pjesë në luftat çlirimtare popullit tonë. Edhe ka qenë punë e mundishme, ka pas pjesën ilegale, pas e pjesën legale, pas e ka pas pjesën e rrezikut të jetës. Mirë po, çka ideali i tij ka qenë i përzier, nuk ka qenë thjesht i pasur për një avancim statusit të popullit vet, ose për fitu kënaqësinë Allahut që e bëjmë na muslimanët, edhe shërbimin e popullit dhe vatanit tonë. Edhe nëse ky ideal pas e përzihet me interesa personale, për të fituar domosdoshmë pushtet ose për të fituar pasuri, për të krijuar një mirëqenie ekstreme të mirë, atë çka ndodh, atë famë dhe publicitet që e fiton si çlirimtar e humb si pushtetar, edhe del nga historia e njerëzimit i poshtruar dhe i nënshmuar dhe i sharë. Në vend se për shembull ai të metet si heroj, sikurse për shembull, askush prej neve sot kur përmend Adem Jasharin se përmend për të keqe, të gjithë përmendin për të mirë. Pse se ai flijoi, sakrifikoi edhe vdiq në këtë rrugë. Po kishte qenë gjallë, edhe kishte hyrë në pushtet, sikurse kanë hyrë njerëzit e pas tij, domethënë, që kanë ardhur në rrugën e tij pas tij. Edhe ka ndodhur me ta ky devijim që ka ndodhur, do të kishte dalë i sharë edhe ai, jo sikurse ka mbet i lavdruar. Edhe për këtë nuk ka dënim më të madh për këta njerëz që kanë sakrifikuar, nuk ka gjallë, ndoshta dekada në pyetje, e fund me dalë nga historia e kombit shqiptar i sharë dhe i ofenduar. Kjo është nënshmimi më i madh. A nëse njerëzit nuk e kuptojnë këtë, atëherë unë më vjen keq, ai njeriu domthonë ka nevojë të i rikthehet një emrit njeriu, a përmbush domethënien e qenë njeriu apo është ndrur diçka tjetër. Andaj kjo është ajo që edhe e bën njeriu domthonë tamam me plot kuptimin e fjalës njeri, i dobishëm për rrethin, human për nevojtarët, i dhem kur i dhem popullit vet, gëzohet popullit vet, nuk i bën padrejsi as pak popullit vet, nuk e keq përdor do të situatën kaotike që ndodh në vendin e vet për të pasur në korris popullit vet me pasuri marramendse. Kur kush se pengon askën të konkuron në mënyrë të barabartë sikur se të tjerat, edhe të fiton nga mundësitë dhe shanset që i jepet, por asesi duke i trukosur ato domethënë tendere ose duke i keq përdor pozitat që i kanë pushtet për të avancuar domethënë kompanitë e veta që të marrë domethënë pasurinë e pushtetit për të pasurinë personale të tij. Dhe kjo është argumenti më i madh që neve na detyron të jemi për atyre që bëjmë balansin, se fundit të gjitha avancimet personale për interes personal, duke i shkel parimet fetare dhe ato morale, fundi ka më qenë poshtërsim edhe nënshmim për të, po edhe në ekonomi dhe në pasuri s'ka më pas atë përfundim të mirë për cilën ai është ka sakrifikuar ose është munduar një kohë gjatë, edhe ka shkel parimet e tija fetare apo morale në jetën e vet. Ekziston edhe një logjikë tek ne shqiptarët që se fjalë që thuhet në popull të këshire punën tonë, lejt, tjertë. Po, ose më shele gojën tash mësë më këndërshta ata, se ti është kohë e të keqë të kështu në ratë. Faktë është që këtë janë forma të edukimit në individualizëm, të edukimit në egoizëm, që padyshim janë të damshme dhe janë kundërshtim me rregullat fetare. Na për shembull Allahu Dhu Xhelal kur e dallon ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e dallon me faktin se ata urdhërojnë të mirë ndalen nga e keqja. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jeni populli më i mirë që ndal për njerëzim, urdhërojnë të mirë, ndaloni nga e keqja. Kjo është veçori kryesore. Andaj nëse na bëmi neglizhente të fijave që ndodhin përreth nesh, i injorojmë ata apo i heshtim ata kur të shtohen do të na kaplojnë edhe neve, sikur të puna e zjarrit.
se ti kur fillon zjarri më një bjeshk të përhapet nuk e ndalim na, pas e bote pa mushme ndalet se ka plon këtë bjeshka. Ama nëse themi na vallë s'është ajo bjeshka ime ose s'është domethënë durit e mi janë filonit ose të fistekut, edhe nuk intervenon, ku të vjelet e me djek durit to, edhe me intervenon s'ke me ujtë minat se është bo zjarë i madh. Edhe kështu është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot, ose keni me urdhnuar të mirë, ose keni me ndaluar nga e keqa. Përndryshe do t'ju ka vënë Allahu të gjithë me dënimin e tij. Ose në ditën tjetër ka ardhur, pastaj do t'i luteni Allahut, e Allahu do t'i përgjigjet lutjeve tuaja. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo rastisht shikoni ç'i ka paraqit situatën. Thot zotriu i dëshmorëve, i martirëve është Hamza radhiyallahu anhu, është kulmi prej dëshmorëve më të mirë, sepse ishte agja i tij dhe ishte njëri që filloi domodin me guximin e tij në momentet më të para të ballafaqimit. Dhe njeriu, edhe kjo është tash për ta krahasu, secili njeri në çdo kohë dhe në çdo vend, dhe njeriu i cili ngritet para një pushtetarit zullumçar, ja thot vërtetën në fytyrë. E këshillon. Dhe ai për këtë këshill që jep ky individ atij pushtetarit e mbyt. Ky është në nivelin e këtij zotriu të dëshmorëve martirëve Hamzës radhiyallahu anhu. Këtë është kjo motivim që njerëzit mos me qenë indiferent ndaj fenomeneve negative. Mos me qenë domodin ai që i jep përparësi rahatllëkut komunitet vet para rahatllëkut popullit vet. Se ti nëse je rahat sot, a populli do të vuan, ta dish se nesër aty do të vush. Do të prishet rahatllëku edhe jot. Nëse na luftojmë për një mirëqenie dhe rahatllëk të gjithë popullit, do të jemi edhe na mirë. Edhe kjo është logjika që domon feja islame insiston në të. Vazhdimisht nëpërmes parimit, udhërimit të mirë, ndalimit nga e keqja. Andaj jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kush shet një të keqe do ndron me dorë. Kjo është ai që ka pushtet, ka mekanizme domosdoshmë të largimit të keqes me fuqi në policie kështu më radh. Fein lem yastati nëse s'ka mundësi se nuk e ki pushtetin dorë, pushteti nuk ndihmon këtë rast, fa bilisani atë me gjuhë. Domosdoshmë thotë kjo është e keqe, kjo është e mirë, kjo s'ban, kjo ban, kjo duhet promovohet, kjo duhet kundërshtohet, domosdoshmë spaku shkruan tekste, del në emisione debative, flet, e thu mendimin tan, sepse sot fatkeqësisht edhe pse themi se është liria e shpresë e garantuar, përsëri kemi domosdoshmë njerëz që gjykohen publikisht ose në për gjykatat tona për shkak se ka shpreh mendimet kundërta për asaj që pushteti mendon se duhet i thush. Domosdoshmë faktikisht më tepër pluralizmi ose liria e shpresës ka met si parull se sa që është realitet. Por ti pasi duhet ta thush të vërtetën. Edhe s'mundesh me thonë për se rrezikohet jeta jote, domosdoshmë situata është aq e vështirë, atë spaku domosdoshmë kundërshtohet keqet me zemrën tonë, edhe pse kjo është imani më i dobët. Shikoni do thotë imani i fortë shkon të rrit guximin për ta kundërshtuar të keqen. Dhe mungesa e guximit për ta kundërshtuar të keqen është zvoglim i imanit derisa nëse ti edhe dakordohesh me të keqen dhe pajtohesh me ta, s'ki as pak asnjë ngrit imanin në zemrën tonë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thotë, është shumë interesant hadith që duhet shpesh njerëzit ta kenë para vetes në këto situata kur është puna e udhkryqit. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mos ta frigon dikën për jush mungesa e furnizimit, pasurisë, apo ardhja e vdekjes e xhelit nga thënia e të vërtetës apo veprimet me të. Se çka do, pse njerëzit sot domthonë përtojnë ose tregojnë indiferent ndaj të vërtetës ose luftimit të keqes, se ose frigohet nga karriera e tij, ose frigohet nga statusi ekonomik që e ka se do t'i zhduket, ose frigohet se ndoshta vritet ose burgoset. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo rastisht moment këta dy elemente, pasurinë edhe jetën, që njeriu i don shumë, edhe jetën edhe pasurinë. Po të mos bëhet shkak frika se do të paksohet pasuria, ose frika se do të vdesësh, do të vritesh domethënë ose do të burgosesh deri në vdekje, që ti mos ta thuash vërtetën apo të veprosh me të. Pse? Sepse rreziku edhe e xheli nuk janë ndër njerëz, janë ndër Zotit. Edhe kjo është problemi më i madh që kanë njerëzit sot, dhe kjo lidhet me interesin personal. Edhe ai pse është i gatshëm i mbyt keq, por me mbrojtje interesin personal. Ne themi se ky interes që ti lufton për të, nuk është dorën tonë, është dorën e Zotit. Kur do me ta qel, ta qel. Kur do me ta mshel, ta mshel. Punon sa dush ti sfiton. Ti më pak se ti punon fiton, pse aty ka qel Allahu ti ta ka mshel. Edhe puna e ymrit jetës. Askush mundet domosdoshmë, na kemi raste të shumë njerëzve tonë luftën shqiptarët tonë e kanë burgos, domosdoshmë armiqt tonë edhe kemi më masa të mund nuk do të mbeten gjallë, me po ja i kemi gjallë dhe vazhdojnë me shërbimin e tyre, domosdoshmë qofshin hoxhallar, qofshin politikan. Edhe kanë ndodhur në botë përgjithësi, domosdoshmë sa njerëz janë burgosur dhe janë dënuar, janë ekzekutuar, janë shpall vendimet e gjykatave me vdekje, dënim me vdekje, mirë po ata
ka ra pushteti, ka ra gjyqtari, ka mbet ai gjallë dhe ka dalë pasi ndoshta edhe është bo sundimtar i jashtëm i atij vendit. Dhe për këtë shkak në këto arritje neve na inkurajon edhe është kundërshtim me atë edukim që krijojnë të ne poltrona, njerëz shërbyes të keqës edhe pushteti zullumçar, cilët vazhdimisht janë domethënë puthadorët e zullumçarëve dhe janë penguesit më të mëdhenj të shpirtit kundërshtues të keqës ose shpirtit revolucionar të keqës, apo të cilën shpirt domethënë nuk mundet me pas baraspesh në jetën shoqërore të vendeve dhe popujve tonë. Shkenca ka përfunduar vetëm se të bash të mirë tjetër të garanton lumturinë. Dhe kjo është ajo që po përputhet me ato që po flasim, që ta shikosh interesin e përgjithshëm shoqëror është më e mirë se sa ta shikosh as interesin personal. Shikoj, për shembull, unë shumë është e thjeshtë kjo punë. Çka të vjen ti një shtëpi luksoze, një villë luksoze, një makinë luksoze, me një lagje ku s'kiti infrastruktura esenciale. Si mund të jetosh atë? Dhe çka ndodh? Zakonisht kjo edhe ndodh dhe këtu pushteti ndihmon shumë padrejtisht. Zakonisht si situata kur zhvillimi i shteteve nuk është i barabartë të gjitha segmentet, ndodhin lagjet VIP ose domethënë lagjet e pasanikëve. Në rast për konkret Prishtinë është një lagje ndërkombëtare. Çka ndodh kjo? Për shkak tash edhe pse zakonisht filozofia moderne do mundohet që të jep shansa të barabarta të gjithëve, edhe liri, barazi, domethënë ato janë si postulate të filozofisë moderne. Realisht do dhe kundërta. Ata pasanik fillojnë getoizohen. Krijojnë për vete lagje elitare, me kushte elitare dhe nuk kanë dëshirë të jetojnë në mesin e të varfërve, ose lagjeve domethënë pa infrastrukturë normale, ose lagjeve të egra që quhen. Edhe kjo tregon se ata njerëzve fillojnë edhe psikikisht mu deformu. Ata pjesën tjetër të njerëzve nuk llogarisin të barabartë me vetvete. Ata nuk janë gatshëm të plonosin makinat e tyre, jo këpucët e tyre, në ato lagje që s'ka infrastrukturë esenciale. Edhe pastaj ai mendon se i ka kushtet e veta të mira, se të gjithë njerëzit i kanë kushtet sikurse ai. Realisht domethënë janë dy botra të ndara që s'kan lidhje njëra me tjetrën as pak në asnjë element. Edhe kjo është ajo që domethënë për të cilën na dhe flasim. Na kërkojmë për njerëzve që do të i pasurit jeton në mesin e të varfërve, që ta ndinë varfërinë e të varfërve dhe ai me pasurinë që ka dhe ndikimin që ka, t'ua ngrit standardin aty dhe t'ia afron vetveten, ndoshta ato s'mund të bëhen sikurse ky, për shkak shanseve që i kanë jetë barabarta, mirë pas paku të i krijohet një jetë normale, që fatkeqësisht domethënë vendeve tona akoma u mungon. Po edhe në anën tjetër domethënë që edhe i varfuni mos krijon një lloj fobie ndaj të pasurit, kuptimin që ai është injoruese dhe imagjinarizues i tij, po thjesht edhe ai jeton me të, i ndan domethënë të njëjtat vujtje sikurse ky dhe mundohet me ndihmu dhe kontribu pozitivisht. Edhe krijon një lloj lidhshmërie. Edhe këtu është ajo që thotë, sepse edhe Ibn Kaimi rahimullahu taala e përmend në librat e tij ku flet për sadakan, thotë sadaka dhënësi përjeton një kënaqësi dhe lumturi shumë më të madhe se sadaka marrësi. Se e shef vetveten është i dobishëm për një rreth, për një shtresë saktuar shoqërisë dhe e shef se pasuria e tij i bën gëzuar ata. Egzimin që e shef fytyrat e tyre e bën këtë edhe më të gëzuar dhe më të lumtur se vetë ata që e marrin atë sadakat lëmosh si ndihmë për ta. Edhe kjo është normalisht sepse sikur se tham pak më herët, sepse nuk është pasuri të kesh sasi të madhe të parave ose të madhrave, ose pasuria është pasuri e zemrës. Edhe kur njeriu është i gatshëm të jep, domthonë zemra e tij është shumë e pasur. Edhe normalisht një zemër e këtillë e pasur me kësi ndjenja dhe emocione humanitare, është zemër e lumtur edhe gëzuar, edhe vetëm duke bën mirë, edhe duke i pa njerëzit të gëzuar me të mirën që ua bën, gëzohet edhe i shtohet gëzimi atij. Edhe kjo është domthonë e konfirmuar dhe vetëm me milion herë tek njerëzit që japin, dhe secili që e provon një gjë të tillë do ta vërejnë se sa gëzimi i madh ti përfiton kur ti bëhesh shkaktar me e ndihmu domthonë një të varfër, edhe lotët që i rrjedhin ose familja që ti e ndihmon nga gëzimi shkaktojnë edhe ty rrjedhjen e lotëve, bile lotët tu janë edhe më të gëzuar se sa lot aty sepse ti këtë rast ke qenë ai që ke ndihmuar, jo ai që ke marrë. Dhe kjo është ajo që na duhet ta kemi parasysh të gjitha veprimet tona, që mos bëhet egoizmi shkak domethënë i pengesës nga kontributi humanitar, përkundazi në mënyrë që na ka dhënë Allahu, sikur se thash në fillim kur e përmend ajetin Kur'an, ahsin kama ahsana Allahu ilejk, bë mirë sikur se Allahu të ka bërë mirë. Se fundi fundit ti ishe asgjë, dole në këtë botë, ishe i pafuqishëm të forcoj Allahu, ishe i paditur, të dha dituri Allahu, ishe pa pushtet, dha pushtet Allahu, ishe pa pasuri, dha pasuri Allahu, këtë të mirë që dha Allahu, atëherë ti shpëndoje me njerëzit e tjerë
edhe gëzoj ata sikur të ka gëzuar Allahu ty. Edhe kështu muslimani edukohet, edhe këto rrethana, edhe këto kushte ku dominon materializmi, ku insistojnë njerëzit domosdoshmë që secili ta shpëton vetë. Pra shak, do të unë nuk mund ta kuptoj, edhe pse fatkeqësisht dal ngadalë po deporton familjet tona, për shembull, unë më me si fëmijë para 30 viteve kusur, tek na ky edukim i xhumertllëkut, i bujarisë, i fisnikërisë ekziston dhe insistohet në të, na kanë mbjell neve baballat dhe gjyqet e tonë që fatkeqësisht modernizimi tenton ta zhduk. Na më me si fëmijë kur shkojsh domosdoshmë për të ngrënë diçka bashk, njëri me përsipër me pagesën. Nuk është më i pasuni, po e me përsipër njëri, edhe ka luftë, bim luftë botë kush ka më bë pagesën, në fund. Ceku domosdoshmë qoftë ajo drek apo çaja apo ambësia kështu më radh. Tani vërehet vazhdimisht kjo domosdoshmë e theshme përpara se kush paguon secili për vete, sloventë janë ashtu, nish Jugosllavi domosdoshmë. Se ata që atëherë patën fillu secili paguon për vete. E tani kjo edukat, domosdoshmë, e vetjaksis ka dalë edhe tek shqiptarët. Për shembull, shpesh na ndodh, për shembull, kur dalim ndonjë rast me pip ose me ngrënë buk, ata që u mungon edukimi fetar islam, u mungon edukimi i xhumertllokut dhe bujarisë, secili mundohet ta ka koletën të paguon pjesën e vet bukës. E themi kjo është turp për neve shqiptarë, për neve muslimanëve të arrijmë deri këtë nivel që domosdoshmë veç për vete mos kemi gale, se fundit pse ushqim një që nuk është i varfër, po si na nuk humbim në asnjë se përkundës na fitojmë për asaj. Jo rastisht për hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që do të prej porosive që porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanët është ja ju nas afshu selam, përhapni selamin, atimu ta'am, jepni ushqim të varfërve, wasallu bil leili wan nasu niyam, dhe falni natën kur njerëzit flenë. Jepni ushqim njerëzve. Dhënia ushqimit njerëzve është sadaka dhe është lëmosh edhe Allah ta punon. Edhe është turp na me leju për shemb më ardh deri në atë nivel të ulë që secili po vetë vagut, to kanë se domthon kemi na mundësi secili për neve me bëni pagesë edhe me tullorit e sadaka dhe me fitu shpërblim për Allah, edhe me ta kompenzojmë Allahu shumë fish pastaj atë pasuri. Kjo tregon se edukimi modern ose kultura moderne që imponohet vazhdimisht është destruktive, është shkatruese, e ushqen individualizmin, edhe egoizmin, edhe materializmin përballë asaj që është interes kolektiv edhe interes domethënë i vatanit edhe i popullit, se fundi domethënë askush nuk do të ishte i gatshëm me fliu edhe me shkuën luftë për këtë vatan nëse nuk do të kishte idealin e lartë për të fliu vetëm për të mirën e këtij vendit. Po, keqpërdorimi ekziston, sikur se po e shohim në tash, mirë po asnjëherë nuk do të më qenë keqpërdorimi i disa simbolikave ose disa gjërave të shenjta të na si musliman domethënë fetare, të jetë shkak që na t'i lëm interesin kolektiv edhe ti kthehemi secili vetvetes edhe interesave tona personale duke neglizhuar interesin kolektiv, sepse kështu, sikur se thash më herët, përsi na do të jemi viktima e kësaj, e jo shoqëria ku jetojmë na. Të interesi i përgjithshëm, nuk kupton që vetëm kur t'japsh para apo ka dhe... Jo, ndihmesa e shoqërisë është një prej formave që më tepër del shesh, po domosdoshmë një mendim i mirë, që jep një propozim i mirë, një plan program pune i mirë, domosdoshmë sepse secili njeri kontribon shoqërinë me atë që ka dhënë Allahu. Allahu s'ka dhënë gjithë pasuri. Për këtë shkak domosdoshmë kur flasim për interesin kolektiv, kjo vlen për gjithë ashtët e shoqërisë, domosdoshmë për njerëzit që bëjnë politikë, për njerëzit që janë shkencëtar akademik, për njerëzit që janë të pasur, për njerëzit që janë organizativ, për njerëzit që janë punëtor, për njerëzit që janë të lëvizshëm, për njerëzit që janë logjistik, për njerëzit që luten fundit, për pleq që nuk kanë fuqi fizike, por thjesht ata preokupohen me gjendjen dhe ata domosdoshmë luten për një bereqet ose një sukses të asaj pune. Andaj secili duhet me kontribuar për shembull nga prizmi dhe kandi i aftësive të veta që ka dhe specializimit vetë që ka. Përndryshe domosdoshmë nëse na presin vetëm pasurit, që janë human ose që janë domosdoshmë të japim bërësi interesit kolektive, na tjetër vetëm konsumatorët e këtyre të mirave, gjithashtu nuk do të dobishme dhe na do ta pengojmë këtë balans për të cilën flasim gjatë kësaj kohe. Dje kishme një rast pasi që ishim vërshime dhe kur e pyesën janën si është gjendja në shtëpinë tonë, unë mirë jam, po ku shitet mes janë mira. Kjo është shenjë e mirë, domosdoshmë kështu duhet me qenë besimtari, edhe kështu duhet me qenë një njeri i shëndosh, domosdoshmë kur ai brengoset domosdoshmë për fatin e komshiut vet. Sepse përderisa kemi kësi lloj ndjenjash, edhe emocionesh, edhe botkuptimesh, atëherë kjo është tregues se shëndeti psiqik edhe shëndeti imanor është në rregull. Përndryshe nëse themi në Allah unë jam mirë për të spedi, as e kam gale, atë kjo tregon se domosdoshmë shumë shpejt atë vend do ta godasin domosdoshmë katastrofa të mëdha që as vetë ka me pas mundësi me çu kokën për tyre.
Po, nëse kështu kemi në njerëz, edhe jo rastisht ishte dje ditë me shira, edhe një pjesë të Kosovës, për një pjesë të Kakumanova, edhe mas paku, për shembull në ata shmëritet sociale që mund të bësh një lutje, mas paku një sensibilizim, mas paku një solidarizim, mas paku verbal. Po nëse ka nevojë normalisht bëhen edhe organizime, edhe pse këto janë përgjegjësi e pushteteve. Ata që kanë marrë përsipër domethënë menaxhimin e këtyre qyteteve dhe fshatrave. Ata duhet t'i paraprin punëve, duke u bërë domethënë pastrimin e kanaleve të ndryshme, duke bërë domethënë rregullimin e infrastrukturës, si thotë kanalizimin e tërreshurave atmosferike, ndërhyrjen për shembull që janë qendrat emergjencë, ndërhyrjet në momente të caktuara për të penguar domethënë vështrimet edhe përmbytje kështu me radhë. Ata kanë përgjegjësinë e parë, po nëse ata nuk e krijon kjo, domethënë që janë të mënet indiferentë edhe duar kryq, edhe mos me ndërhyrje, sepse këto situata të katastrofave që i çon Allahu fuqi plot, ka mundësi me pas edhe viktima, sikurse ishte rasti domethënë me Kumanov, ku shkoi domethënë viktim një fëmijë i cili ishte shembull shumë interesant që duhet përveç dhimbjes edhe ngushëllimeve për atë familje të jetë edhe udhërrëfyes për shumë fëmijë të tanë, sepse ai ndodhi kjo që ndodhi me të kur ai ishte kthyer në shtëpi ta merr librin që kishte harruar në shtëpi, domethënë dashuria dhe pasioni për libër dhe lexim dhe shkollë ishte ajo që e solli atë domethënë deri në këtë fund të kopshëm për të personalisht domethënë dhe moment i dhimbshëm edhe për familjen e tij të ngushtë. Dhe për këtë situatë thamë domethënë nëse kemi një njerëz që kështu flasin, atëherë kjo është mirë. Nëse domethënë kemi njerëz që flasin ndryshe për kësaj, unë nëse jam unë mirë se kam gale për të, kjo tregon se kemi problem, kemi krizë morale dhe krizë fetare dhe krizë do thotë patriotike dhe duhet të sanohet kjo shumë shpejt. Nëse kemi kësi interesat ngushta, si të bëjmë që të kemi në interesat gjana për gjithë shoqërinë, mos të mbyllim në atë individualizëm, po të jemi sa më kolektiv, sa më bashkëpunues. E para të kuptojmë se çdo gjë që kemi na vjen prej Zotit. Andaj, nëse kemi shumë, Allah në ka dhënë, nëse kemi pak, Allahu në ka dhënë. Dhe mos mendojmë se mundi jonë është i vetmi që na ka sjellë në këtë pozicion. E dyta, të kuptojmë se, domethënë, nëse na jemi mirë, në një ambient ku këtë jetë janë keq, na kur s'kena mundësi me shiju atë mirën që kemi. Se na do të ndikojmë patjetër nga e keqja, nga gjendja e keqe që jetojnë ata. E treta, duke e ditë se pasuria dhe pushteti dhe fama janë kalimtare dhe shumë shpejt ato kalojnë, atë pse na ta bëjmë preokupim tonin kryesor. E katërt, kur e kuptojmë rëndësinë e madhe që ka dobia nga përfitimi për të mirave që ja bëjmë njerëzve, përfitimi personal, shpirtënor, nga të mirat që ja bëjmë njerëzve, kjo na nxit pas gjithashtu me punue për të mirën e njerëzve, e kështu me radhë. Këto janë shkaqe domosdoshmë edhe pesta shoqëria. Domosdoshmë se dhe me shoqëri domosdoshmë të edukuar pozitivisht, edhe zemër gjërë, edhe bujar, e fisnik, do të jesh edhe ti tillë. Nëse rrim me të tjerë, domosdoshmë do të bësh edhe ti kooperac, fundit kooperacia dhe egoizmi dhe vetjaksia janë dukuri domosdoshmë negative për të cilat besimtari duhet të lufton me nefsin e tij, me egon e tij, derisa të çirohet dhe të pastrohet për tyre. Nëse s'keni diçka për shtuar, përfundojmë këtë pjesën e parë. Po, mendoj se kjo është ajo që ja vlen thuhet në këtë problem që u trajtu deri më tani. Nderuar dëgjues, ne bëjmë një pauzë të shkurtër për të kthyer në pjesën e dytë me aktualitete, ku do të flasim disa nga aktualitetet e javës që lan pas, një reflektim se çfarë si duhet të jetë qëndrimi jonë. Tash vazhdojmë me një ilahie, pastaj kthehemi pas pak. Të nderuar dëgjues, ne rikthehemi përsëri drejt për drejt nga Shkupi, ku jemi në emisionin Sfida. Tani në këtë pjesë të dytë do të flasim për disa çështje aktuale, por ndoshta i keni lexuar një nga lajmet që ka cirkulluar të dytë kryetari i Koreas Veriore pranon Islamin dhe popullin e tij ta pasoj atë. Kim Jong-un pas në një parasitje mediale pas abortimit që ka kaluar në Islam, ku për shkak një ëndrre që ju ka shfaq një hoxh arabit, pas ka thënë që ja ka shpjeguar Islamin dhe ky po e pranon. Po askund nuk ka një konfirmim zyrtar që ky lajm është i vërtetë. Fakti është që ishte domosdoshmë 2-3 ditë e fundit e përhapur me të madhe në rrjetet sociale, madje edhe disa portale kanë nxjerrë si lajm,
kur doli lajmi unë e vërejta dhe arabisht, se fillimisht doli si lajmi arabisht, tentova ta vërtetoj, hulumtova me sa pata mundësi të hulumtoj, dhe nuk vërejta se ka në një burim konfidencional, që për një lajm të tillë. Dhe deri tash halos është konfirmu për askujt, se kjo është e saktë dhe vërtet. Këto raste na ndodhin shpesh, kemi raste të ndryshme të figurave publike, jo u bë musliman, jo s'u bë musliman, jo. Realisht e para neve Kur'ani fisnik na mëson që të vërtetojmë lajmet. Idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nëse ju vjen juve ndikush një jo besnik, jo i besueshëm me lajm, një njeri i prishur me lajm, vërtetoni atë lajm. Dhe nuk kemi drejt të përhapim lajmet pa i verifikuar ato. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mëson që nëse e tregojmë një hadith të tij, fjalë të tij që është pjesë e fesë, pa e vërtetuar atë, atëherë bëjmë njëri prej dy gënjeshtarëve. Ai që ka shpik dhe ne që vazhdojmë gënjeshtën. Dhe për këtë shkak mendoj se gazetaria dhe besimtarët janë shumë të vëmendshëm në plasimin e lajmeve. Nëse janë të konfirmuara dhe nuk e vërteton ai vet, domthonë mos mjaftohet vetëm se me publikimin në portale të caktuara që të mjafton për verifikim të saj. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe thotë kafa bil mari kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami. Mjafton të llogaritet gënjeshtër njeriu të flet të gjitha ato që i ndëgjon. Pa i verifikuar, pa i filtruar. Sepse është e natyrshme që të gjitha që thuhen nuk janë të sakta. Andaj mbet detyra jote që të verifikosh atë që është e saktë për përhapje dhe publikosh, dhe atë që nuk është e saktë domthonë ta mos ta publikosh. Dhe ky edukim që neve na mëson Kur'ani dhe na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shumë i rëndësishëm. Jo vetëm këtë rast, sepse kjo është domosdoshmë një lajm që ka të bëjë me Islamin, hyrjen e tij në Islam ose mos hyrjen e tij në Islam. Dhe ndoshta dikush e përhap për nga gëzimi, mendon se domosdoshmë kjo është fitore për Islamin ose domosdoshmë dikush si kuriozitet. Po kemi na shumë raste që kanë të bëjnë me neve personalisht, ndoshta ndaj informat, dezinformat, spekulim, domosdoshmë shpifje, trillim. Nëse besimtarët nuk edukohen me këto edukata islame, ajeti kuranor dhe hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë na do t'i bëjmë shenjën e tjetrit. Nuk e përhap informata për njerëzit pa i verifikuar ata. Pa u vërtetuar se a janë të sakta apo nuk janë të sakta dhe kështu prishet jeta shoqërore. Andaj edhe ky ajet që ka për lajmërimin është në grumbullin e ajeteve që rregullojnë raportet e besimtarëve në një shoqëri të tyre. Dhe na si musliman duhet të edukohemi njëherë për gjithmonë që lajmet pa i verifikuar mos ti plasojmë, mos ti përhapim, ti verifikojmë ato dhe kjo ndodh shpesh, unë edhe para gjej një lajm tjetër, doli domethënë edhe mori para 2-3 orë derisa të gjej burimin e atij lajmi. Në intervistë është marrë me një gazetë, shkova te veçfaqja e gazetës, kërkova domethënë me search intervistën, nuk e gjeta, mora tekste që u publikuan, e kërkova me Google, nuk mundta me gjetë faktisht, nuk mundta me gjetë burim askon. Mirë, po u bë lajm i madh gjithandaj. Kjo tregon se do të jemi të vëmendshëm, të jemi të kujdesshëm, mos të plasojmë të gjitha lajmet që i ndëgjojmë apo që i lexojmë, derisa nuk i verifikojmë. Do mbetet përgjegjësi e gazetarëve dhe udhëheqësit e portaleve fillimisht, pastaj domthonë edhe të tjerëve që në rrjetet sociale mos përhapin lajme pa u verifikuar se janë të sakta. Domthonë edhe portalet dhe gazetarët kanë për obligim domthonë të përmendin. Mund të shpekulohet, flitet, nuk kemi vërtetuar akoma, mirë po ta plasojnë si lajm vërtet, atëherë pakisht ata me vetdi e gënjen dhe kjo patyshim është mëkat dhe e ndaluar fetarisht. Ta jetë që përmendën fasikun, sigurisht po është si direkt mesazh për njerëzit që jo për çdo gazetës mirët informacioni, jo për çdo portali mirët informacioni, jo për çdo televizioni. Sigurisht, domthonë ajo është e vërtetuar praktikisht. Këtu të në Maqedoni, dihet janë disa TV, domethënë nacionale, që e kanë si pikë synim, domethënë të flasin çka është më negative për shqiptarët. Dhe nëse ti ndëgjon ato lajmet, i padyshim do smurresh. Kështu që është shumë normale që njerëzit të dinë të zgjedhin të burimet e informatave dhe TV-t ose portalet serioze. Edhe se kjo është shumë vështirë ta gjesh kohën e fundit, domethënë fatkeqësisht portalet ngjyrosen me ngjyrën e donatorëve dhe sponsorëve apo interesave personale që kemë të folën pjesën e parë, ose interesave klanore në këtë rast, domethënë të individëve të caktuar, para interesit të popullit apo të kombit apo të vendit. Edhe kjo gjithashtu krijon gazetari domethënë mercenare, gazetari jo profesionale, gazetari tendencioze.
që e gjejmë domethënë në portale sepse bëjnë disbalans mes lajmeve që i plasojnë. Do gjithsesi që është e zezë të botë kuptimi që ata e luftojnë, e publikojnë, dhe gjithsesi që është e zezë botë kuptimi që ata e përkrahin, e fshehin. Dhe kjo tregon domosdoshmë se ata nuk janë objektiv. Nuk janë të paanshëm, prej elementeve bazë të gazetërisë është paanshmëria dhe objektiviteti. Dhe për këtë shkak do të padyshim do të një njeri i mençur që kujdeset për shëndetin mental të tij dhe shëndetin domosdoshmë e vërtetësinë e fakteve dhe të vërtetave domosdoshmë të rreth aktualiteteve, ti merr prej burimeve serioze dhe zotën edhe kjo akoma domosdoshmë mbahet sepse shtëpitë e mëdha mediatike botërore mundohen maksimum të kenë një nivel domosdoshmë të madh ose të dukshëm të vërtetësisë të fakteve që i plasojnë. Nuk lejojnë që domosdoshmë të shndrohet në tabloid, ku domosdoshmë ka thashë thëmë dhe muhabete dhe spekulime. Mundohen që të ketë një nivel të profesionalizmit, nivel të caktuar domosdoshmë të profesionalizmit dhe nuk lejojnë që asesi për shembull të jenë tendenciozë dhe për shembull edhe kur ishte rasti i Charlie Hebdo, patën gazetat më mëdha domosdoshmë prestigjioze në botë refuzuan të riemitojnë karikaturat, se domosdoshmë nëse për shembull ata pse u solidarizuan me gazetarët, nuk ja lejuan vetes që të përhapin karikaturat, edhe pse ishin jo musliman ata, që tregon se ata janë në nivel të përgjegjësisë dhe profesionit që kanë marrë. Sepse nuk doin me keq përdor media domosdoshmë për të ofenduar ose për të shkaktuar domosdoshmë indinjat të një pjesë të caktuar e popullit botës. Ditëve të fundit domosdoshmë javës që lan pas, kreva shqiptare janë goditur me vërshime dhe po ashtu edhe me tërmete të vogla. Si komentoni ju këto? Shoni, fillimisht ka dy elemente analizë. E para, ajo që lidhet me teologji, pjesën e fesë. Allahu Dhul Xhelal na mëson në Kur'an se çdo gjë që na godet si rezultat e asaj që e bëjmë na vetë. Kuptimi që edhe këto katastrofat që i quajmë natyrale, që i quajnë Allahu i Plotfuqishëm, janë rezultat i të bëmave tona, që zakonisht janë rebelim kashë Zotit, janë zhytje në mëkate, janë shkëputje lidhjeve farefisnore, e kështu me radhë, korrupsioni, padrejtësitë, që i sjellin në mund të gjitha këto si një paralajmërim edhe shenjë. Edhe pse materialistat nuk i besojnë në gjë të tillë. Mirë, po fetarisht është argumentuar me shumë fakte fetare, akademike, por edhe historike, se domosdoshmë katastrofat e ndryshme që vijnë janë si rezultat i dëbëmave tona, i mangësive tona, i gjunave tona, i prishjes së rendeve sociale, të cilët pastaj sillin edhe prishje të rendeve kozmologjike, që i bën Zoti thjesht për me qenë signale të vetëdijësimit edhe pendimit të Zotit, edhe krijimit të Zotit i Madh. Në anën tjetër, në aspektin domosdoshmë njerëzor, bën këto katastrofa do të evitoheshin ose do të paksoheshin nëse pushtetet tona janë në nivel të përgjegjësisë. Nëse kanë një botkuptim të plot për atë që domethënë të kesh dorë pushtetin. Dhe çfarë përgjegjësie ke marrë përsipër. Omer radiallahu anhu thotë që nuk mund të flej rahat në shtratin tim nëse një kafshë i zen më thua thundra e tij në rrugët e Bagdadit. Shikoni, sa kilometra larg Bagdadit. Përdesa është pushtetin tim, përdesa është përgjegjësia ime, unë nuk mund të flej rahat në shtratin tim Medine nëse një kafshës i zen thua thundra në rrugët e Bagdadit. Parando kjo është ideja e infrastrukturës edhe mirëqenies. Edhe për këtë shkak domosdoshmë na kemi Ministri përkatëse për planifikim të mjedisit domosdoshmë shoqëror, kemi qendra për emergjencë, kemi Ministri domosdoshmë përkatëse. Ata duhet i presin edhe çfarë më çështjake. Thotë këtë vit na befasoi dimri, na befasun treshat e borës, na befasun treshat e shiut. Ati jem pik dimrit. Si shka mos i të befasu. Mos më ra diell, mos më ra borë befasona, më ra borë është normal. Mos e pritet në janar, dhjetor janar, çka preti tjetër për se borës. Edhe dalin ata manritat u befasuam nga bora që na ran dhjetor, para mendo. Pse se ai mos e ka menduar kurse dhjetori, janari, shkurt janë muajt e dimrit edhe normalisht pritet borë. Aty do të më qeni përgatitur me kripra, me rër, domethënë me makineri, me krah pune për pastrimin e rrugëve.
Edhe nuk duhet domosdoshmë të kalojnë ditët ose javë që ti pasosh atë rrugë. E njëjtë do dhe me vërshimet. Po t'jemi na vigjilent, për shembull, institucionet për klasë shtetërore vigjilent me pastrimin e kanaleve, do thotë me rregullimin e infrastrukturës, kanalizimeve të rreshave atmosferike, kanalet që janë për fshatrat të ujrave. Atëherë edhe kur vinë të rreshuat e mëdha, do të jetë dami më i vogël. Po asaj e plus edhe intervenimi momental domethënë përmes qendrave të emergjencës apo ushtrisë apo domethënë aksioneve të vullnetare të popujve, gjithashtu do të ndihmonin të gjitha këto që dami të paksoj. Dhe nëse bëhet dami pastaj domethënë në objektet ku na gjendem aty, s'paku mos jetë dami në njerëz, nëse kurse për shembull edhe ndodhi rasti në Kumanov, faktikisht, për shkak se mungon intervenimi i hapshëm ose momental, shkon viktim një fëmijë, do thotë 8 vjeçar i cili nga dashuria për shkollën, për librin, për mësimin, kthehet mbrapa ta merr librin që kishte harruar në shtëpi dhe niset përsëri, rritet niveli i ujit, domethënë atë procen që kanë pas për ta kaluar, e merr ujin me vete dhe kjo është i paaftë për të rezistuar, për të kapur, të mbijetuar dhe do thotë lëndohet pastaj duke qenë në spital edhe vdes. Për mos më ndodh se kjo është tragjedi e madhe për atë zonë, domethënë atje. Neve që jemi lart, ndoshta nuk jemi shumë edhe lart, po nuk kemi mua aty afër, ndoshta dhimbje nuk kemi as të madhe se kanë ata, por është tragjedi që na detyron patjetër të ndalemi të analizojmë, afrovall na deri kur kena me qenë gatshëm me dhënë viktima njerëz, për shkak të neglizhencës sonë ose të pakujdesit ton në lidhje me këtë drejtim. Andaj duke i pas parasysh dy këto parametra të analizës, atëherë e shohim se kemi përgjegjësia na kthehet përsëri neve, dy anë. Ti kthehemi Zotit, pendohemi nga e kaluara, të largojmë padrejësitë, të largojmë njerëzit që se meritojnë na udhëheqin, të largojmë prej mëkateve të shumta që të kujdesim për falefisin, solidarizohemi njëri me tjetrin, këtë këto pastaj domethënë ti kryjmë obligime. Me shtu se shpesh krejt që ndodh për shkak të infrastrukturës, se shpesh ne qytetarë dalim me muret tona ose shtëpiat tona duke vendosur në rrugë. Pse ndodh? Dhe kjo është fenomen i cili fatkeqësisht është i pranishëm, nuk ka qytet e fshat të vendeve tona ku nuk është e pranishme në dukuri e tillë. Pse ndodh kjo? Ndodh për shkak se pushteti do të thotë nuk është i vëmendshëm edhe i drejtë. Si? Nëse për shembull ti dikujt se ti e njeh e toleron për ai me dal me murin në pjesën që nuk është e tij, ose është e tij po është ndam të interesit të përgjithshëm rrugës, ose tjetri pse jep pagesë ose jep rishvet, ja lejon, atë tretin apo të mund ta ndalosh, pse edhe pse jep ai rishvet. Edhe kur ta prishish ti rendin një herë, pastaj e ke shumë vështirë ta ndalish në radhë të tjera. Edhe për këtë shkaqe domosdoshmë në lagjet tona, qoftë fshatra apo në qytete, ku nuk ka pjesë të urbanizuar, ku nuk ka domosdoshmë drejtësi në zbatimin e ligjit, ndodhin këto fenomene. Se po të ishim të drejtë na për gjithë njësoj, pa marrë parasysh a e njoh as e njoh, a më jep rishvet as e më jep rishvet, atëherë do të insistohemi në drejtësi. Edhe ai do të jetë në kthehet në favor të gjithëve. Ndoshta për shembull për moment do të dhënohet ai që do të lejosh të del me ubor në pjesën që është publike ose në pjesën që është e përgjithshme. Mirë, po pastaj kur ndodhin kësi raste edhe ai shpëton lagja e tij për shkak të domosdoshmë planit të përpikt urbanistik edhe lagja tjetër që nuk e ka respektuar do të pëson, atë do të kujtohet se vendimi i komunës ose i institucioneve përkatëse pas ka qenë i saktë, edhe ti do të jesh krenar, por ai do të jetë i gëzuar edhe i lumtur. Dhe për shkak drejtësia, insistimin ten nga të gjithë, nga ata që ekzekutojnë dhe ata që u ekzekutohet drejtësia, duhet me qenë parim të cilin nuk guxojmë ta shkelim. Edhe është parim i cili të gjithë u sjell me qenia dhe i parandalon ose i pakson mbamet për këtyre situatave jashtëzakonshme që mund ndodhin në viset tona. Në sen që është vërejt, zakonisht në për fatkeqësitë që ndodhin në kësi raste, shihet një solidarizim i madh i njerëzve për të ndihmuar si në Shqipëri, domethënë për mi pështu kafshën ose mbytën, Kosovë, po ashtu ishte një pamje një moshurit si shto që mos ta marr ujë, tregohet një solidarizim i madh i popullit shqiptar në kësi raste mes vete. Kjo ndoshta i vjen që në këtë popull ka shpresë që është ka hajde. Po kjo është njëra prej urtësive të fatkeqësive. Domethënë se fatkeqësitë i homogjizojnë njerëzit. Edhe për shembull nëse analizojmë në fenomenin e Kosovës, në kohën e Miloševićit edhe pas, e shohim se homogenizimi i popullit shqiptar në Kosovë në kohën e Miloševićit ka qenë shumë më i madh dhe i theksuar dhe solidariteti sa pas. Pasi që domosdoshmë u larguan trupat serbe nga Kosova, fillon të theksohet ose të shfaqet egoizmi dhe vetëjakësia.
Dhe kjo është një prej urtësive që Allahu e çon nëpërmes këtyre fatkeqësive, që të kthen solidarizimin mes vetit, që të thënë kujdesin e tjetrit për vetë. Kupton se për shembull hajde çka të bësh ti me vërshimin vet. Hajde të egoizmi jot, hajde interesi jot personal. Hajde ajo bori jot që ke boti. Hajde në ndihmon, nuk ndihmon. Sa është më e madhe se ti edhe shtëpia jote edhe obori jot. Atëherë kupton se bashk mund të bëjmë ndoshta shpëtim ose domosdoshmë paksim dëmit. Ama vetë s'mund të shasin sa në modën. E kjo është për urtësive të mëdha që duhet mi marrë si mësime dhe porosi që edhe në situatat të mirëqenies ta vazhdojmë solidaritet dhe kujdes njëri tjetrit, që në momentet të jashtëzakonshme të vështira, të katastrofave, atëherë ajo të jetë ma lehtë realizueshme dhe ma dobishme për vendet edhe jetët tona. Një problem tjetër që apo shqetëson shqiptarët në përgjithësi është edhe ikja e rinjve të Kosovës numër të madh në Kosovë. Për shumë politikanë të cilët dalin me deklarata që ne do ta luftojmë ekstremizmin. Hungaria ose ekstremizmi. Po kjo fatkeqësisht në 2-3 vjet, 5 vjet e fundit Kosovë shpesh po ndodh. Prej sa kanë filluar bisedime domethënë me Serbinë, me mbikëqyrjen e Unionit Evropian, gjë që ka pas moment kur është shu pe politikisht ndonjë pikë prej pikave të marrëveshjes, ose është bën ndonjë shkelje të drejta ose interesave të Kosovës, është nxjerrë një skandal me Hoxhallar ose është folë për ndonjë ekstremizëm ose është burgos dikush, sikurse kishte rasti i fundit. Edhe tash me këtë shpërnguljen masive doni shesh se ekstremizmi që ka ballon për të mashtruar, pjesë e cirkut që ata e kanë bërë për të magjetsuar njerëzit nga problemet reale që kanë. Se problemi real 50.000 po thuhet sipas, domethënë nuk është në anketë, domethënë shumë e fuqishme, mi po prej spekulimeve gazetareske, parafraksisht 50.000, domethënë janë shpërngulur, që është një numër shumë i madh, shumë i madh. Dhe ata nuk e bëjnë problem 50.000, e bëjnë problem 100 veta, domethënë, që supozohet se kanë ikë domethënë vendet arabe. Dhe kjo tregon se qëndrimet nuk janë objektive, nuk janë dashamirëse, nuk janë për të çrënjosur problemin, thjesht janë makijazhe, janë kamuflime, janë maskime, edhe kështu domethënë një udhëheqje e tillë e politikave të vendit ton, padyshim vetëm se e çon ka ngulfatja edhe veç zhdukja, jo ka domethënë suksesi edhe shpëtimi. Ta them të drejtën, çështja e shpërnguljes është shumë e dhëmshme. Dhe e ka menduar thellë gjatë kohës situatë, lufta pse bëhet, pse detyrohet një popull me luftu, për të siguruar ekzistencën biologjike. Sepse në mungesë të ekzistencës biologjike s'mund është të bësh pastaj as formësim të botë kuptimit ideal, fetar edhe kombëtar. Nëse s'ki lëndën e parë, s'ki njerëz, ku do të gjesh ato patriotë ose ku do të gjesh ata fetar. Andaj është obligim i të mençurve të një popullit me çdo kusht të ruajnë domosdoshmë trungun biologjik një popullit. Edhe na fatmirësisht si popull akoma nga udhëzimet islame, nga martesat e hershme, nga largimi prej prostitucionit, nga largimi prej abortit, kemi akoma domosdoshmë familje të mëdha dhe me moshë domosdoshmë relativisht të re. Kjo tregon se domosdoshmë na kemi kapacitet dhe potencial të madh për ta zhvilluar një shtet. Dhe emigrimi, shpërngulja masovike e kësaj pjese të popullit tonë në vendet perëndimore është rrezik potencial domosdoshmë për ta zhdukur biologjikisht këtë popull. Nëse mbetemi na pa forcën rinore, mbetemi vetëm pleq në këtë vend, domosdoshmë faktikisht mbetet ky vend i paaftë për tu zhvilluar. Ajo që në këtë rast më detyron me unë e pa ta përmend edhe në emisionin e kaluar, po sot doli një fakt që nxjerrë njëri prej miqve tonë në Hamburg, do thotë një kamp për azilë kërkuesit që është ndërtuar para disa muajve në Hamburg. Dhe tani po konfirmohet se ai në atë kamp vendosi një pjesë azilë kërkuesive nga Kosova. Që tregon se kjo ka mundësi me qenë pjesë marrëveshjeve politike që janë bën, do thotë edhe pjesë skenareve që s'janë publikuar, sepse më bë para disa muajve kam sa e ka pa atë kamp në ndërtimin aty kampit. E ka pa vetë. Unë e kam pa para disa muajve, mi pasëm ka shku menja se ajo bëhet për azil kërkuesit që do të vinë nga Kosova. Sa ai vetë është nga Kosova. Hamburg është gati në Rusi. Po, në fond domethënë Gjermanisë, në afër Skandinavisë,
Po edhe u do lajmi domethënë që u plasua në bulimet e informacionit të Kosovës zëre kështu me radhë, se mu në Hamburg të parat ishin ato që i jepshin një leje qëndrimit përkohshëm për azil kërkuesit nga Kosova, që i ndëlidh gjana domethënë. Edhe kjo t'jep me kuptu se dikush për këtyre që domethënë rrehen gjok si patriota, si luftar të ekstremizmit, domethënë bisedat ndërkombëtare çështën e parë me cilën ata e liferojnë si lajm të gazetarët, dhe gazetarët poste e plasojnë që u kanë thonë ndërkombëtarëve, qoftë në Evropë apo në Amerikë, se na jemi ato që kemi zero tolerancë kundër ekstremizmit e kështu me radhë. Realisht s'ka problem me ekstremizmin, sa ka problem domethënë me 50.000 njerëz që ikën, edhe Allahu e din sa kanë me ikë tjetër, domethënë nëse vazhdohet me këtë mungesë të perspektivës edhe mungesë të planeve konkrete nga garnitura politike që qeverisë sot me Kosovën. Nëse ata nuk janë të aftë të sigurojnë vende pune, paga të mira, për shembull, përveç të punësuar në qeveri, domethënë ministra, zëvendës ministra, sekretar shtetënorë, nuk e di se çka ka domethënë, që marrin një pjesë të madhe të buxhetit shtetënor, nëse nuk sigurohen domethënë të cilën investitor të huaj që do të investojnë domethënë vendet tona të hapin fabrika, vende pune, ku të marrin rroga të mira për 600 euro e përpjet, atëra do s'mund me ndal domethënë thjesht si thuhet me lot krokodil duke qajt para publikut ose para medias, nuk mund t'i ndalin ata. Andaj një kryeministër i suksesshëm, një ministër i suksesshëm, një kryetar shteti i suksesshëm është ai që me plane konkrete të veprimit e ndal domethënë shpërngulën, jo me deklarata politike ose vendime politike, ose domethënë qëndrime politike që mund t'i merr qeveria. Ato nuk mund ta zbrapsin domethënë njëri i cili është duke vujt sikur të doli ai rasti ish veteran i luftës, ish luftar me UÇK-s i cili shet shtëpinë për 700 euro, do të me gjithë obar me i siguru domethënë një parë të mjaftueshme për me shku në Evropë. Ai ka luftu, ka fliju, ai ka qenë gatshëm me vdek, sot në paqe dhe njëri duhet të largohet prej vendit vet sepse nuk ka perspektivë domethënë për të. Ky njëri i vazhdueshëm që është bërë të gjitha stresave dhe lufta për pushtet pa i ofruar popullit asgjë konkrete e ka sjellë popullin deri këtë mirim derisa të humbe shpresa. Dhe kjo është shumë e egër, domethënë se na edhe shpresën e humbim, ma shpresa gjëja e fundit që i humb një popullit ose një individit, atëherë do thotë ai popull është në gjendje shumë të keqe shpirtërore dhe rehabilitimi i tij është shumë i vështirë. Pastaj domethënë kemi shumë vështirë na pastaj ta bëjmë atë njerëz, ta risocializojmë dhe ta rehabilitojmë shoqërinë tona, ta bëjmë produktiv, sepse ka mundësi ta shndron në pesimizëm, tash në deri në zhgënjim total edhe deri në smundje psiqike të pashërueshme. Kështu që përgjegjësia e madhe është e pushtetarëve që e kanë sjellë domethënë gjendjen e popullit të Kosovës deri në këtë situatë dhe fatkeqësisht akoma nuk shoh unë personalisht se ka ndonjë zgjidhje konkrete reale afatgjate për të kalimin e kësaj situate dhe zgjidhjen e këtij problemit. Tjetër problem tek kjo çështje e aktualitetit që e trajtojmë sonte edhe në fund për sonte, problemet e Saudisë tek ne po bartën si mollë sherrë mes besimtarëve, por edhe në njëjtën kohë më herët na politikanë na thoshin ju shkonin në Arabi, s'keni çka lep në këtu. Tash edhe probleme të tjera te ne po shkaktojnë që njërin tjetrin me anatemos shpesh herë për shkak të një problemi të caktuar që ndodh në tokat arabe atje. Faktikisht është më së saktë shpesh herë një problem që ndodh jashta trevave tona bëhet shkas për zënka mes njerëzve dhe gropimin e istikamave dhe ashpërsimin e konfliktit. Fillimisht mund të them se kjo është mungesë e kuptimit të realitetit në cilën gjendemi na, është mos ndjekje udhëzimeve të dietarëve eminent musliman, është paaftësi për ta ndryshuar realitetin e tij personal, familjar, lokal, dhe zakonisht njerëzit kur nuk kanë projekte konkrete të angazhimit të punës, ikin pastaj edhe mirë me problemet huaja. Problemet e lindjes mesme e Saudisë apo shteteve tjera janë probleme që ka kush i zgjedh atje. Qofshin pushtetarët, qofshin dietarët, qofshin aktivistët organizuar në forma të ndryshme. Dhe fundit e mira dhe keqja e tyre fenomeneve dhe kurive u kthehet atyre. Dhe mbi gjithë këtë domodin është një Zot i cili do të gjykon mas drejti mbi të gjithë. Dhe drejtësia e tij është ajo që nëse dikush e meriton mëshirën e mëshiron, nëse dikush e meriton ndëshkimin e ndëshkon.
Nëse na mendojmë se ka merituar ndëshkimin, nuk ka kush ndeshkon më ashpër se Zoti. Nëse na mendojmë se mëshiron, nuk ka kush mëshiron më mirë se Zoti, më drejt se Zoti. Kështu që sidoqoftë me Allah Zoti të shkëpun më mirë se na ta bëjmë tash temë domodin e debateve dhe zënkave edhe mosmarrveshjeve mes nesh edhe faktikisht thellimin e hendeqeve dhe përçarjeve domodin mes muslimanëve. Në anë tjetër thjesht edhe politika fatkeqësisht i përdor domodin problemet e lindjes mesme si shkas për të tentuar të kriju një lloj presioni psiqik ndaj fetarëve, kuptimin që ju sjeni përshtatshëm për një jetë moderne këtu te na në Kosovë, shkoni në Arabi. Edhe pse kur ata vetë domodin kanë nevojë me kriju raporte të komode ose normale me shtetet caktuara të lindjes mesme të Arabisë, shkojnë. Për shembull, ky ishte rasti i vizitës të ministrit punëve të jashtme, ish kryeministit të Kosovës në Saudi me rastin e vdekjes me Saudisë. Ai vetë ban me shkue, gjë që ka nevojë, edhe të kërkojnë domodin njohje të Kosovës edhe marrëveshje bilaterale, financim projekteve, kënena për shembull, nëse dikush mundohet të jetë fetar, domodin atë sa ka qenë baba i tij, gjyshi i tij, e përdor domodin termin ikni në Arabi se nuk jeni ju për këtu se Kosova është shtet modern, laik, e ju jeni të përshtatshëm për me jetu në shtetin e Arabisë së Beduin. Tash ata që më akuzojnë po shkojnë më shpesh se na, mase për në Arabi e kanë qëllimin apo në Dubai apo ku, se çfarë është shtetënia e Dubai që ata flasin se është pjesë e Arabisë, është domthon prej qendrave më atraktive turistike në botë. Nuk ka njëri i famshëm botnor, i pasur botnor që nuk shon prim edhe këta politikanët tonë, ve figurat tona domthon kur tregohen se janë kënaqur, domthon tregojnë se si e kanë përjetuar pushimin veror midis dimrit në Dubai, domthon në detet ose brigjet e deteve, domthon gjirit arab atje. Dhe faktikisht del se kjo është thjesht orvati për të ofenduar në çmu, për të bërë presion psiqik, për të insistuar në tretje në shoqëritë tona dhe për të praktikisht domodin parimet e shenjta mbi të cilat ai e ndërton botkuptimin e vet mbi jetën dhe mbi cilën botkuptim mundohet të shërben vendit, domodin edhe popullin e vet. Dhe tregojnë sikurse grupin e parë dhe grupin e dytë tregojnë domodin mungesë të zemërgjërësisë edhe asaj që zakonisht trumpetohet për të, liri shprehje, liri mendimi, diverzitet dhe dobi nga diverziteti. Domthon ata fatkeqësisht Allah janë domthon një mendësor, edhe çdo mendim ndryshe që nuk përputhet në asnjë gjë me formën e të menduarit të tij, duhet të linçohet edhe duhet të zhbëhet me çdo kusht. Domthon pa marrë parasysh sikurse ishte edhe muhabeti që xhamia duhet kontrollohen, ligjrat kontrollohen, nëse s'kemi mundësi me ligje me shpatë. Edhe pse ai akuzon shpatën si element i fesë për të përhap, do ta përdor shpatën për të eliminuar tjetrin domodin me shpërm mendimin e vet. Domodin ti që më akuzon mua po bosh më jashtëm se unë. Edhe këta që i akuzojnë muslimanët domodin për të ngushtë ose për të që janë një mendët, të një mendësisë, ata bëhen edhe më të ashpër dhe më të egër se këta duke i artikuluar këtë formë domodin mendimet edhe opinionet e tyre. Kur ne këtu e kishim përfunduar këtë emision. Nëse s'keni edhe ju diçka. Jo, mendoj se domodin ajo që u padashtu mjafton për këtë emision, duke lutur Allahun që të jetë hejt dhe dobishme inshallah ta. Të nderuar dëgjues, ne këtu përfundojmë emisionin Sfida, të cilën kishim përgatitur këtu për juve. Për emisionet mund të ndiqni në llogarinë oficiale në YouTube të Audionurit, duke gjetur youtube.com/audionur dhe për aktualitetet do t'i gjeni në Audionur shkurt. Tani ju lëm në valët e Radio Pendimit, po ashtu edhe në webfaqen e radiovizpendimit.com mund t'i gjeni të gjitha emisionet e Sfidës se cilat i kemi mbajtur. Për çdo sen mund të na shkruani për telefonata, ende kemi disa probleme teknike që shpresojmë së shpejti do t'i menjanojmë. E tani ju lëm në valët e Radio Pendimit. Po ashtu mos të harrojmë për fund me përshëndetje edhe producentin ton, vllahun Sunullah Islami dhe Derdën nga Tetova, që jeni këtu në studion ton. Tani ju lëm në shoqërinë e ilahive. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.